Ashtu si që theksuam edhe më herët, sot data 30 shtator shënon skatimin e afatit të masës së përkohshme të vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila që nga data 5 shtator ka pezulluar të gjitha veprimet dhe vendimet e deputetëve të Kosovës, duke përfshirë edhe procedurat për formimin e qeverisë. Se çka do të ndodhë sot? A do të ketë mundësi Gjykata Kushtetuese ta shtyjë afatin apo do të merr ndonjë vendim të ri? Për gjitha këto do të flasim përmes një lidhje direkte. Vetëm afat mos na shtyjë se mjaftueshëm. Shpresojmë që jo. Përmes një lidhje direkte kemi avokatin Valdet Hoxhas dhe zonjan Makbule Shkodra, njohëse e çështjeve politike. Mirë se veni të dy në Kosova Live. Faleminderit për ftesën. Falenderit shumë. Po e nisim me zonjën Makbule Shkodra, që disa herë në fakt i kemi diskutuar këto zhvillime. Çfarë presni? Cili mund të jetë vendimi sot? Po, unë të thënë të drejtën, pres do të thotë që procesi të kthehet në pikën e votimit nën kryetarit të komunitetit jo sërb dhe ati sërb, dhe të bëhet votimi ashtu siç është paraparë në rregullore dhe me praktikat parlamentare, pra të bëhet votimi në pako. Dhe pas këtij votimi, atëherë kuvendi do të konsiderohet i konstituar dhe duhet vazhdohet me krijimin e institucioneve, pra në mandatimin e Zotrit Kurti për t'i dhënë shansin e parë për ta formuar qeverinë. Kjo është pritja ime në bazë të rregullave që janë të shkruara, dhe mos të veprohet në mënyrë ad hoc siç ka vepruar kryeparlamentari i zgjedhur Dimal Bashk. Besoj që në bazë të rregullave do të na flas edhe avokati, do të na jap një parashikim të tij. Avokat, çfarë mendimi mund të kema në këtë situatë në cilën jemi? Shiko, vërtet nuk është e lehtë që ta paragjykojmë rezultatin se çfarë do të rregullojë Gjykata Kushtetuese. Një është e saktë që Gjykata Kushtetuese nuk do të shkojë në kuvend për të votuar dhe për ta zgjidhur ngërçin. Ajo vazhdimisht ka dhënë zgjidhje, sepse Gjykata Kushtetuese ofron zgjidhje në frymën e respektit kushtetutës, dhe ajo çdo vendim, çdo gjykim i Gjykatës Kushtetuese duhet të interpretohet në favor të zgjidhjes. Fatkeqësisht politika kosovare muajve të fundit nuk po lexon si të tillë, dhe është problematike kur në çdo vendim Gjykatës Kushtetuese shikon mangësitë ligjore për të krijuar bllokadën e radhës. Prandaj nuk jam fare optimist nëse do të jep zgjidhje aktgjykimi që eventualisht do të publikohet sot. Nuk besoj që do të vonohet, sepse vendi pastaj mund të kalojë në një krizë tjetër, duke pasur parasysh që presidentja e vendit është deklaruar, sa kujtoj, që po e presim kalimin e afatit masës për ta filluar procedurën e mandatarit për qeverinë e re. Prandaj unë po besoj që sot do të kemi një aktgjykim, por ajo duhet lexohet në frymën e bashkëpunimit, në frymën e koordinimit, në frymën e tejkalimit të ngërçeve. Por nuk pres që të krijoj zgjidhje në afat shkurt për shkak zgjedhjeve lokale. Pastaj epilogu zgjedhjeve lokale do ta determinoj mënyrën se si do të lexohet aktgjykimi i sahtshëm i Gjykatës Kushtetuese. Po mirë avokat, këtë hapësirën për interpretime të ndryshme, apo e krijon kushtetuesja, apo vërtet klasa politike në base edhe partia që i ka fituar zgjedhjet nuk është interesuar për të shkuar drejt edhe për të dalë nga kjo situatë dhe nga ky ngërç? Shiko, ne kemi një kushtetutë të shkurtë dhe hym në vendet ku përqafojnë një praktikë të tillë, pra jo gjithçka rregullohet me kushtetutë. Kushtetuta i vendos kornizat kryesore, bazamentin e shtetëndërtimit dhe shtetëfunksionimit, pastaj duhet në frymën e zgjidhjes, në frymën e koordinimit ndërinstitucional të interpretohen normat kushtetuese. Normat kushtetuese nuk janë norma të ligjit për kundërvajtje që rregullojnë çështjen e kalimit në semafor. Prandaj me qëllim interpretohen dhe shihen ndoshta mangësitë të cilat Gjykata Kushtetuese nuk mund t'i mbulojë të gjitha, nga partitë politike me vetmin pretekst pajësimin e oponentëve politik dhe përfitimin e disa votave shtesë. Ne jetojmë këtu dhe ne po e shohim që ka vullnet për bashkëpunim politik. Nuk është që pse VV nuk i bën kërkesë zyrtare PDK-s për shembull. Me PDK-n janë ulur në një tryezë kur Kurtit i konvenonin zgjedhjet e parakohshme dhe PDK ishte e gatshme. VV kandidoi Dimal Bashën për kryetar kuvendit dhe PDK votoi. A nuk janë këto sinjale pozitive për një bashkëqeverisje, apo po i shoh vetëm mos të tilla? Zonja
Pra, ka mungesë vullnetit politik për bashkëpunim dhe konstruim të organeve të kuvendit dhe formimin e qeverisë të Republikës Kosovës. Po, zonja Shkodra, zotri Hoxha tha që gjykata kushtetuese nuk mund t'i fshi ato mangësi që i kanë partitë politike, qoftë edhe këto që për arsye të egos apo diçka e tillë nuk i bëjnë ftesë zyrtare opozitës që të bashkëpunojnë. Çfarë sheti si mangësi dhe çka mund ndryshoj këtë herë? Shumë e saktë, sikur të kishte vullnet për të bashkëpunuar, për të bërë kompromis, të jeni të bindur se ne nuk do të kishte nevoja as pak t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Fatkeqësia është që vullneti nga partia e parë, nga lëvizja vetëvendosje ka munguar, ndonse i është dërguar një ftesë lidhjes demokratike, ne e kemi parë çfarë ftese ka qenë ajo, as pak e sinqert. Po në anën tjetër, nuk i është dërguar një ftesë zyrtare bashkëpunimi për shembull PDK-s ose AAK-s, pra partive të tjera. Pra, ka munguar vullneti politik i partisë së parë, sepse partia e parë e ka përgjegjësinë për të bërë zgjidhje. Dhe ajo nuk ka bërë zgjidhje dhe kjo është arsyeja që ne i është dashur t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese që të trasoj rrugën hap pas hapi dhe të mos lej asnjë vend për ambiguitet, pra për paqartësi se si të ecet përpara. Ja, një mundësi e kishte te çështja e nënkryetarëve dhe kjo u shfrytëzua. Pse nuk u përcjell procedura që personi që propozohet nga komuniteti serb duhet të bëhet propozimi me shkrim me shumicë të nënshkrimeve të deputetëve që janë në atë grup. Pra, është dashur 5 nënshkrime për të plasuar pra propozimi nga lista sërbe, në këtë rast ose nga komuniteti sërb, e jo ashtu si që ndodhte që më falni Nena Drashić e propozonte vetëm. E qartë. Ka shumë opsione në fakt që do të mund të bënin zgjidhje, megjithatë po shohim që nuk ka, themi, vullnet. Po ka opsione edhe për ngërçe, me qenë se avokati tha më herët që mund të krijohen krizat e tjera dhe natyrisht çfarë tjetër, cili do të mund të ishte ngërçi i radhës që mund të krijohet edhe pas një vendimi të sotëm, avokat? Po e kam parasysh deklaratën e presidentes Osmani, e cila para disa ditësh deklaroj që po e preskim skadimin e masës së përkohshme për të procedu pastaj me mandatarin për qeverinë e ardhshme dhe në qoftë se nuk jep zgjidhje vendimi eventualisht që mund del sot gjykatës kushtetuese dhe nëse presidentja i fton partitë për ta mandatuar mandatarin për kryeministër, mund të krijohet ajo që ishte qëllimi i gjykatës kushtetuese kur e vendosi masën, pra për t'i parandaluar disa veprime cilat mund të shkaktonin pastaj dëmet pariparueshme. Prandaj këtu e kam fjalën që mund të vazhdoj procesi duke u konsideruar si i konstituuar kuvendi, të procedohet me formimin e qeverisë dhe pastaj të kemi një kërkesë 3 në gjykatën kushtetuese, një masë 3 për ndalimin e këtyre veprimeve kështu me radhë. Do të shkojmë në pakësi. Pavarësisht që ne jemi në këtë pikë dhe po presim një vendim nga vetëvendosja, madje edhe vetë kryetari ka thënë, kuvendi është i konstituuar. Po, ata kanë thënë... Nëse ka mundësi një pyetje për avokatin. Po, Shkodra. Zotri avokat, a do të ekzistojë mundësia që të kontestohet edhe vota që është dhënë deri më tani nga ata të cilët po mbajnë pozita në ekzekutiv dhe njëkohësisht janë të betuar si deputet? Kjo është diskutuar gjërësisht dhe nuk mund të jetë habi nëse gjykata kushtetuese adreson, por unë besoj që nga fakti që me dhënien e betimit si deputet pushon qendrojt pozita ekzekutive, atëherë unë po besoj që kjo më shumë vlen aspektin e ndalimit veprimeve ekzekutive në ekzekutiv, e jo në Parlamentin e Kosovës. Pra unë po besoj që ata kanë të drejta ushtrojnë mandatin e tyre si deputet të zgjedhur, sepse kanë dhënë betimin. Pikë pyetja apo më thënë e vendosur tashmë nga Gjykata Supreme është fakti që këta nuk mund të ushtrojnë funksione duale, në kuptim edhe në kuvend edhe në qeveri, por më shumë theksi vehet tek vendimet ekzekutive që krijojnë pasoja juridike. Por do të ishte mirë që ta adresonte edhe këtë situatë Gjykata Kushtetuese, ndoshta duke i paralexuar opinionin e tashmë politikanëve tanë, cilët janë lehtë lexueshëm, që po krijojnë
që po kërkojnë hapësira dhe zbrastira ligjore për të kriju blokada. Prandaj është mirë që të jep një zgjidhje kësaj situate dhe të konstituohet kuvendi, sepse zgjedhjet po ashtu janë pashmangshme, pra të kursejmë në kohë dhe të vim të një epilog i ri, varësisht prej vullnetit qytetar. Pra, zotëri Hoxha, ju mendojni që zgjedhjet janë të pashmangshme me këtë situatë të krijuar që kemi kohëve të fundit, tash e një kohë themi kështu? Pa në bazë rrjedhës deri tashme është e qartë, dhe kjo nuk është e gatshme për bashkërisje për arsyet e tyre tashme të bëra publike me VV-n. Me PDK-n VV-ja nuk është e interesuar për shkak të matematikave të mbrëmshme që llogarit që pastaj zgjedhëtarësh në model DDK forcë e parë. Prandaj këto matematika bëjnë që unë besoj që zgjedhjet janë pashmangshme përveç një skenari. Kam një pikpyetje në qoftë se do të ketë bashkëpunim të mirë të VV-s me PDK-n në balotazhin e zgjedhjeve lokale, atëherë mund të krijohet një urë bashkëpunimi mes këtyre dy partive dhe ky mund të jetë skenari vetëm kur mund të ketë një qeveri pa shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, pra VV-PDK. Në të kundërtën zgjedhjet janë pashmangshme. Zotëri Hoxha, nuk e di nëse keni kohë të qëndroni ende në këtë bashkëbisedim për shkak të obligimeve, apo t'ju lirojmë dhe të vazhdojmë me zonjën Shkodra? Nuk ka problem, edhe 5 minuta i kam dispozicionit. Dua, sepse duke folur më herët për vota, javën e kaluar në këtë studio ishte një deklarat kishte realisht Milaim Zeka, i cili tha që pikërisht në gjykatën kushtetuese ka një flet, po e tham ashtu siç e tha ai, që konstaton që 16 vota kanë qenë të pavlefshme në votimin për Dimal Bashën. Dhe pyetja natyrisht është që a mund të kemi zhvillime krejtësisht të reja nëse ka diçka të tillë, me që nuk është e konfirmuara, prandaj po e shtrojmë si çështje në këtë mënyrë. Zonja Shkodra, po. Cili doni? Unë vetëm sa do të thotë ishte edhe pyetja që ja parashtrova, pra është e mundur që personat të cilët mbajnë pozita ekzekutive që kanë votuar për zgjedhjen e kryeparlamentarit, votat e tyre të shpallën të pavlefshme. Dhe avokati e sqaroi në aspektin juridik që edhe unë e besoj që me siguri posti, betimi, pasi të japim betimin për deputet, ajo është përgjegjësia zyrtare të cilën e mbajnë ata persona, ndërkaq përgjegjësinë që po vazhdojnë ta mbajnë në ekzekutiv në fakt është jo legjitime, jo legale dhe nuk do duhet ta mbajshin, mirë po nëse është përfolur kështu, atëherë do të presim e të shohim. Po përndryshe, nëse ndodh kjo, do të thotë që ne do të kthehemi në pikën 0 përsëri në votim të kryeparlamentarit edhe një herë dhe kuptohet që këta persona që janë në ekzekutiv dhe janë deputet duhet patjetër të japin dorëheqje zyrtare, të mos shkojnë më në objekte qeveritare, por të mbesin vetëm në parlament dhe të fillohet edhe një herë me votimin e kryeparlamentarit. Mirë, po një gjë është e mirë, që gjykata kushtetuese edhe nëse shkojnë në zgjedhje të reja, ka bërë sqarime shtesë për procedurat se si duhet të konstituohet kuvendi, sepse nuk është largmendjesh që nëse shkojmë në zgjedhje të reja, lëvizja vetëvendosje nuk do të dalë me këtë përqindje, por ndoshta del me 35%, ose diçka e tillë dhe përsëri është e para, mirë po nuk do të ketë më mundësi të abuzoj me procedurat e konstituimit të kuvendit. Sidoqoftë, pra është mirë që kemi humbur, kuptohet shumë kohë dhe ka humbur Kosova shumë, si në politikën e jashtme, si në atë të brendshme, si në aspektin ekonomik, por megjithatë janë sqaruar disa procedura që nuk do të lejojnë më kurrë të abuzohet me to në procedurat e konstituimit të kuvendit, zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve. Për ta kthyer në popullore, duke që nuk është shkruar me mu kostu kuvendi i Kosovës, të paktën kjo legjislaturë. Zonja Shkodra, ne po ju falenderojmë për këtë inkuadrim, do të marrim edhe një koment të fundit, një fjali të fundit nga avokati dhe ju falenderojmë shumë për kontributin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Avokat, në këtë çështje mbasi se edhe mund të ketë bllokada të reja, po. Shiko, nuk thash që mund të kemi blokadën e re sepse mentaliteti i politikës kosovare është i tillë që për një grusht votash kërkojnë zbrastira në vendimin e kushtetuesës, pastaj për ta përkthyer në favor politik të tyre. Prandaj nuk është e habitshme
dhe unë nuk pres që të ketë zgjidhje të shpejtë edhe pas vendimit gjykatës kushtetuese, sepse jemi 2 javë para zgjedhjeve lokale dhe kjo kalkulohet me detaje. Pra, do të përdoret qoftë lista serbe, qoftë interpretimet për etiketimin e oponentëve politik, deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Pastaj, zgjedhjet lokale do ta determinojnë bashkëpunimin, krijimin e urave apo përfundimisht të shkuarin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Faleminderit avokat edhe juve për sot. Faleminderit. Faleminderit.